Një pikë karburanti ra prej grabitjes në fshatin Mollas të Elbasanit. Ngjarja ndodhi gjatë natës kur personat armatosur dhe me kapele policie e goditën pronarin dhe morën me vete kasafortën me para. Pronari i biznesit dëshmoi se grabitësit u paraqitën si polic. 4 vetë me uniformë policie, me armë, hyn brenda, unë isham në gjumë. Edhe në këtë kohë unë isham në gjumë. Gruaja, shef njerëz që ishin jashtë kisha në kamër, del gruaja ata në një kohë kishin thyrë derën mbrapa, kishin kap rojen, e kishin shtrit barkas, rojen dhe lekët e rojës nuk kishin marrë. Besapti, se kishte thonë roja këta lekam. Dhe gruaja kujtoi se ishte policia me gjithmen, hap derën gruaja ta përplasën derë, unë siç isham përmys, në moment vinte koka më lviz policia, unë nuk ngrita për herë, ai më solli këtu mu. Shabani u tha uniformave blu se grabitësit tentuan ta qellojnë për ta vrarë, por arriti të shpëtonte. Unë isham përmys, ndal policia, unë nuk ngrita për herë, se do më kishte vrarë, më do më shëron kokë prapa. Unë ngrita për herë, ai më ra këtë. Edhe aty përleshëm në atë. Si të ngrihesh ti për gjumë, dëgjoj çfarë bërë, unë drejt jo policia për çfarë tjetër. Shqyr Zotit ndihmoj Zoti që nuk e ndjevan përpara se do ishin vrarë. Policia mbriti në vendngjarje ndërsa u sekuestruan kamerat e sigurisë. Një ditë më parë në një tjetër grabitje në Tiranë, 2 personat maskuar morën xhiron ditore të një supermarketi në rrugën 5 Maj.